Ndotën mjedisi në Dhërmi në mes të sezonit turistik, IMKT gjobit 5 kompani ndërtimi. Inspektorati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit IKMT ka pezulluar aktivitetin dhe ka vendosur gjoba ndaj 5 subjekteve që operojnë në zonën e Dhërmiut në Bashkinë Himar për shkelje të legjislacionit mjedisor, sipas njoftimit të IKMT-s dhe denoncimeve të qytetarëve. Drejtoria e Inspektimit Mjedisit dhe Ujrave kreu kontrolle në zonë ku zhvillohet aktiviteti i fraksionimit dhe përpunimit të inerteve të gurit. Gjatë inspektimeve u konstatua se subjektet nuk ishin respektuar kushtet e përcaktuara në lejet e lëshuara nga autoritetet mjedisore, si pasojë kompanit Gjikuria, Ankor Beton, Eral Construction Company dhe Beton Express 2018 u ndëshkuan me masa administrative që përfshin pezullimin e aktivitetit dhe vendosjen e gjobave. IKMT thekson se në funksion të mbarvajtjes së sezonit turistik u bën thirrje të gjitha subjekteve që ushtrojnë aktivitet në vijën bregdetare të respektojnë detyrimet ligjore për mbrojtjen e mjedisit. Institucioni nënvizon se do të vijojë kontrollet në terren dhe nuk do të tolerojë asnjë shkelje të legjislacionit në fushën e ndërtimit mjedisit dhe pyjeve.